në mënyrë që pallati të jetë gati për lojrat mesdhetare në vitin 2030, por edhe të vazhdoj të shërbej tashmë me infrastrukturë e kushte moderne sportit, artit dhe rinisë. Ne kemi kërkuar me mirë kuptim dhe zyrtarisht nga Partia Demokratike që ta konsiderojmë mundësinë e tërheqjes së ligjit të lojrave mesdhetare nga deri tash janë shkaktuar disa milionë euro dëm. Së fundmi kemi nënshkruar edhe një marrëveshje për asistencë me Bankën Evropiane për Investime për hartimin e projektit për rivitalizimin e tërësishëm të Pallatit të Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë. Kjo marrëveshje, përveç se siguron hartimin e këtij projekti, hap edhe rrugën për kredinë ndërkombëtare për zbatimin e punimeve viteve në vijim, në mënyrë që pallati të jetë gati për lojrat mesdhetare në vitin 2030, por edhe të vazhdoj të shërbej tashmë me infrastrukturë e kushte moderne sportit, artit dhe rinisë. Fatkeqësisht, deri tash, ne nuk e kemi mbri për mbushjen e një afati kontraktual me ICMG-n, me Komitetin Ndërkombëtar të Lojrave Mesdhetare, sa i përket themelimit të komitetit organizativ të këtyre lojrave, për faktin që për të themeluar komitet do të hyjë në fuqi ligji fillimisht. Ne kemi kërkuar me mirë kuptim dhe zyrtarisht nga Partia Demokratike që ta konsiderojmë mundësinë e tërheqjes së ligjit të lojrave mesdhetare nga ky pretendim që e kanë deponuar në gjykatën kushtetuese. Nuk kemi hasë në mirëkuptimin e tyre, ndërsa tash na mbetet presim që gjykata kushtetuese ta shqyrtoj sa më shpejt dhe të dalim me verdiktin përfundimtar në mënyrë që të hapet rrugë themelimit të këtij komiteti organizativ. Kategoria 2 e UEFA-s, kapaciteti rreth 6500 ulse dhe vlera e investimit rreth 13 milion euro. Ndërkohë, ditëve në vijim pritet të shpallet edhe rezultati i procedurës së prokurimit për ndërtimin e 4 stadiumeve të tjera të futbollit: Ferizaj, Peja, Prizreni dhe Voshtria. Këto investime janë pjesë e planit ton 5 vjeçar për konsolidimin e infrastrukturës së futbollit në vendin ton, që synon të shndroj Kosovën në vendin me infrastrukturën më të avancuar të futbollit në rajon deri në vitin 2028. Të gjitha këto investime realizohen brenda zonave të mbrojtura të trashëgimisë kulturore dhe ligji kërkon që para se me i shpall këto procedura dhe me i lidh këto kontrata, duhet pajisen edhe me pëlqime përkatëse nga autoritetet e trashëgimisë kulturore. Kjo është shkelja e parë, ndërsa shkelja e dytë, për cilën ne tani kemi dorëzuar edhe kallëzim penal, edhe kërkesë për fillimin e hetimeve në prokurori dhe polici respektivisht, është se e kemi konstatuar një lloj përsëritje të metodave të njëjta të veprimit nga komuna dhe ne kemi ngrit dyshimin dhe jemi shumë të bindun që ka një parregullsi të theksuar në raport me lidhjen e kontratave të dëmshme. Deri tash janë shkaktuar disa milionë euro dëm në përkujtim dhe nderim të terrenëve të betejës së kësaj date, e që do të shërbej si simbol i luftës së lavdishme të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe ruajtjes së kujtesës historike për brezat e ardhshëm. Në marrjen e këtij vendimi, ne kemi bashkëpunuar me Ministrinë e Bujqësisë dhe me Agjencinë e Pyjeve në mënyrë që ato parcela të asaj zone ku zhvilluar kjo betejë, konkretisht e rrasa e Zogut, të jepet në shfrytëzim Ministrisë së Kulturës, ndërsa Agjencia jonë e Memorialeve ditëve në vijim do të vazhdojë procedurën sipas ligjit për ndërtimin e këtij memoriali shumë të rëndësishëm.